Në Kosovë, institucionet e zgjedhura mbrëm në Parlamentin e vendit kanë filluar ditën e parë të punës, ndërsa kanë vazhduar reagimet e opozitës, e cila braktisin mbrëm punimet. Opozita ka paremruar se do të kërkojë një opinion të gjykatës kushtetuese për rrjedhën e votimeve të një nate më parë për zgjedhjen e presidentit të vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Sheu. Qeveria e re e Kosovës u mbledh sot për herë të parë pasi u zgjodh mbrëm në Parlamentin e Kosovës pas një votimi të tensionuar për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit Begjet Pacolli. Votimet e mbrëmshme u zhvilluan pa pjesëmarrjen e opozitës, e cila tha se është shkelur kushtetuta e Kosovës duke paralajmëruar përdorimin e siç është thënë të gjithë instrumenteve demokratike për të përballur situatën e re të krijuar në vend. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, që është partia më e madhe opozitare, paralajmëruan mundësinë që të kërkojë një opinion të gjykatës kushtetuese. Parlamenti i Kosovës zgjodhi me 62 vota për, 4 kundër dhe një votë të pavlefshme Begjet Pacollin, kryetarin e deritashëm të Aleancës Kosova e Re, në postin e presidentit e Kosovës. Ai u zgjodh në raundin e tretë të votimeve, pasi që në 2 raundet e para ai mori 54, përkatësisht 58 vota. Pas kësaj pasoi kërkesa e Partisë Demokratike të Kosovës për një këshillim, gjë që u kundërshtua nga kryetari i parlamentit Jakub Krasniqi, i cili tha se pushimi ndërmjet raundeve të votimeve është kundër kushtetues dhe në funksion të trysnis ndaj deputetëve. Opozita, por edhe një numër deputetësh të Partisë Demokratike, thanë se zoti Pacolli nuk siguron unitetin e popullit siç është përcaktuar me kushtetutë. Ky fundit në ditën e parë të punës, tha se populli është i bashkuar. Sigurisht populli i Kosovës është i unifikuar dhe do të jetë i unifikuar. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, qeveria e të cilit mori 65 vota në parlament, i bëri thirrje opozitës që të marrë pjesë në institucionet e Kosovës. Ai tha se ndër përparësitë e kësaj qeverie është integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po ashtu, kryeministri Thaçi u angazhua dhe për bisedimet me Serbinë. Dialogu që do të fillon në të ardhmen e afërt, do të përmbyllet me një jetë më të mirë për gjithë qytetarët e Kosovës dhe rajonit, për një të ardhme më të mirë evropiane, për një të ardhme më të mirë për dy vendet dhe popujt tanë, e me njohjet reciproke që do të ndodhin. Për kushtimin e qeverisë së re ndaj dialogut mes Prishtinës e Beogradit e kanë mirëpritur edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe komisionari për zgjerim Stefan Füle, të cilët kanë mirëpritur edhe zgjedhjen e institucioneve të reja të Kosovës dhe zgjedhjen e presidentit. Në një deklaratë të dy zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, shprehet gatishmëria për bashkëpunim për përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës, përmbushjen e armërisë evropiane të Kosovës, forcimin e administratës, vendosjes së sundimit të ligjit dhe integrimin e të gjitha komuniteteve. Ne mirëpresim për kushtimin e qeverisë së re ndaj dialogut mes Prishtinës e Beogradit. Këtu ne gjithashtu do të punojmë së afërmi me kryeministrin dhe ekipin e tij të ri, thuhet në deklaratën e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.